Janë bërë 147 vjet nga lidhja shqiptare e Prizrenit, kur shqiptarët u mblodhen me 10 qershor të vitit 1878 për një mendim të vetëm, bashkimin e trojeve shqiptare në një shtet shqiptar dhe formësimi i kombit shqiptar që ishte nën pushtimin osman. Alban Dobruna, historian, tha se lidhja shqiptare e Prizrenit dhe protagonistët e saj ishin dhe formuesit e kombit shqiptar. Rëndësia më e madhe e lidhjes shqiptare të Prizrenit është sepse në këtë organizim u krijua kombi shqiptar, filloi gjizja e nacionalizmit shqiptar, sepse sipas historiografisë shqiptarëve dhe tezave të historianëve, rreth krijimit të kombit shqiptar ka shumë opsione. Ka disa thonë që fillon prej reformave të Tanzimatit, disa thonë që fillon prej lidhjes Prizrenit, disa thonë që fillon prej 1912-s, disa thonë që fillon midis dy luftave botërore me krijimin e idesë në shqiptarizmit. Pa ama shumica absolute dhe historianëve janë të mendimit se kombi shqiptar fillon me formimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, pasi u krijua një identitet i ri kombëtar dhe një vedije e re për ata se çka janë. Historiani Dobruna tha se patriot, intelektual e ushtarak nga Gjakova ishin figura të rëndësishme në formimin e lidhjes së Prizrenit. Lidhja shqiptare e Prizrenit duhet patur parasysh se për më ardhe të vrasme me Taliposh Magjarit edhe betejë e famshme e saj nga 3 deri në 6 shtator 1878 kemi një varg ngjarjes që ka të bëjnë me organizimin e kësaj deve, pasi dega e Gjakovës ishte ndër degët më të fuqishme, më të organizuara dhe më progresistja e gjithë lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pasi qysh në themelimin e saj, gjakovarët dhanë kontribut të madh në organizimin e këtij etniteti politik, sidomos Sulejman Vokshi, Ahmet Korunica dhe Ali Bernezaj. Dobruna tha se lidhja e Prizrenit mbetet ngjarja më e rëndësishme për kombin ton. Çdo organizim që është bërë pas lidhjes shqiptare të Prizrenit ka pretenduar se është pasardhësia e saj. Domethënë, është formuar lidhja shqiptare PS e ka konsideruar veten si pasardhësia e lidhjes shqiptare të Prizrenit. E ka organizu Ismail Qemali ngritjen e flamurit Vlorë edhe shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë 28 nëntori 1912 ka pretenduar se është pasardhëse e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pastaj Kongresi i Lushnjës ka pretenduar se është pasardhëse e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Pastaj ne e dimë fort mirë në luftën e dytë botërore, secili organizim, konferenca e Bujanit. Në konferencën e Bujanit, Fadil Hoxha përpara se të formonte konferencën e Bujanit ka pretenduar se është pasardhëse. Bile ka thonë që ne do ta organizojmë një konferencë që do t'ja kalojnë lidhjes shqiptare të Prizrenit. Po ashtu lidhja e dytë e Prizrenit ka pas të njëjtat inspirata. Më thonë, deri në ditët e sotme, ideja ime si historian është se lidhja shqiptare e Prizrenit është organizimi më i madh mbarkumtar në 200-300 vjetët e fundit. Kujtojmë se 2 akte që dolën nga lidhja e Prizrenit ju drejtuan Kongresit të Berlinit dhe Perandorisë Osmane, në të cilat thuaj se Shqipëria nuk do t'jep asnjë pëllëm tokë.